Futbollistët e Kosovës të zgjedhur nga përzgjedhësi i përfaqësuesës Albert Bunjaki do të jenë i koqir në takimin e sotëm me Kroacinë. Ndeshja do të zhvillohet nga ora 20:45 minuta në stadiumin Loro Buriqi në Shkodër të Shqipërisë, për shkak të mungesës së një stadiumi në Kosovë të certifikuar nga Federata Botërore e Futbollit. Pak orë para ndeshjes, ndër qytetarë Ferizajaz mbizotruan mendime të ndryshme rreth ndeshjes së sotme Kosovë-Kroaci. Se është ekipe mirë, është ekipe trive, janë talenta, janë të shpejt. Gjazat besoj një barazim ose fitore minimale. Ma merë menja që ju, vëllë. Se? Po që na e kep na për me mund Kroaci. Po mirë kanë loa, mo nuk jena që është mirë sa Kroacia. Kroacia është një ekip shumë e fort, po tash edhe na kemi lojtarë të fort, nuk janë fort dopt, po kemi shansa dhe mundësi, edhe me fitore nashta. Po Kroacia është kuptohet, sportin e ka më të njoftër. Po kryesorja me kanë lojë festive, se Kroacia është shtet mik i juni, edhe mos me pësu në debokët madhë për Kroacisë, një lojë e mirë me kanë. Po mirë e kanë kallëzu me Finlandën, tash nuk e dim. Kroacia është me fort, qyrë. Gjemë të tërë kanë me fitu, me siguri, se janë të lujtë birë. Inshallah edhe fitojnë edhe kemi me fitu. Veç kam qefone me pas stadionet në Kosovë, po mendoj, jo me shku në për Shqipërinë, në për Maqedoninë, që lojnë atë tona. Për ta përkrahur përfaqësuesën e Kosovës, e cila sonte përballet me Kroacinë në ndeshjen e dytë kualifikuese për kampionatin botror Rusia 2018. Nga Ferizaj drejt Shkodrës, u nisën tifozë të shumtë.